Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kabinetit qeveritar, të kryeministrisë dhe të medjeve, të dashur qytetar, teksa po përgatiteshim për mbledhjen e sotme të Qeverisë së Republikës së Kosovës, na erdhi lajmi që kryetari i Qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në komunën e Skënderajt, njëherë zgjedhë kandidat për deputet në zgjedhjen e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, Hysni Mehani, u sulmua me grushte dhe u godit në kokë, me gotë, teksa po pinte kafe me deputetin Arjeta Fejza dhe aktivistë të tjerë. Qeveria e Republikës së Kosovës e dënon këtë sulm qyqar e të papranueshëm që shpërfaq mendësinë banditeske. Veprimet e tilla nuk na trembin e nuk na shtyen të tërhiqemi nga gara politike në asnjë qytet. Nga kjo mbledhje u bëjmë thirrje institucioneve dhe organeve të rendit e të drejtësisë që me urgjencë të ndërmarrin veprimet e nevojshme ndaj përgjegjësve për këtë sulm. Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, të hënën dhe të martën, pra me 11 dhe 12 maj, si shtet partner dhe bashkëorganizatore e konferencës ndërkombëtare Future Industry Minds, apo mendjet e industrisë së ardhshme, në Schloss-Bensberg të Gjermanisë, Republika e Kosovës ishte në qendër të vëmendjes së komunitetit të biznesit në Gjermani dhe jo vetëm. Përveç se përfaqësim për shtetin, ky forum i mbajtur në landin e Nordrhein-Westfalen, që është i pari për nga popullsia dhe zhvillimi industrial në Republikën Federale të Gjermanisë, ofroi një mundësi të jashtëzakonshme për kompanitë tona nga sektori privat që synojnë zgjerim në tregje e partneritetet të reja për eksport shërbimesh e produktesh të tyre. Në pritjet e ngrohta nga kryeministri i landit Hendrik Wüst dhe përfaqësues të parlamentit atje, patëm diskutime miqësore dhe të frytshme për thellimin e marrëdhënieve bilaterale dhe me theks bashkëpunimin ekonomik e tregtar, kulturore, arsimor, si dhe rolin e mërgatës sonë të dashur. Me 3 maj, gjatë vizitës zyrtare që patëm në Yerevan, zhvillova takim bilateral me qeverinë e Republikës së Armenisë, me kryeministrin Nikol Pashinyan, të cilën e falenderova për pritjen dhe për diskutimin konstruktiv si hap fillestar për avancimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Atje krahas përfaqësimit të Republikës Kosovës në samitin e Komunitetit Politik Evropian, pata një sër takimesh me lider shtetësh, por edhe të institucioneve euroatlantike. Të dashur qytetar, kjo është mbledhja e parë fizike që prej kur si qeveri na ushtua mbiemri në detyrë. Pasi opozita zgjodhi ta përdor quorumin për zgjedhjen e presidentit si armë për të na e prerë mandatin që qytetarët na e dhanë me 51.1% të votave para vetëm 4 muajve e gjysmë. Por ne nuk do të ndalemi, kemi vazhduar me punët e mira në përmbushje të zotimeve tona. Sot mëngjes në Frashër të Mitrovicës vum gërthemelin e parkut industrial. Në Ferizaj pam nga afër punët që janë bërë në fazën e 2 të restaurimit të tërësishëm të kompleksit të Kishës Katolike, projekt që pritet të përmbyllet në fund të këtij muaji, pra në maj 2026. Po në këtë qytet vizituam edhe teatrin Adriana, punët për renovimin e të cilit kanë nisur muajin e kaluar. Dje ndërka që ishim në kalan e Prizrenit, ku do të investojmë afër 450.000 euro për zhvendosjen e rezervuarit të ujit jashtë mureve të kalas, si projekti sigurisë dhe mbrojtjes së këtij monumenti të trashëgimisë kulturore historike. Në kryeqytetin kulturore historik, po ashtu dje përruam investimet në eficiencë të energjisë në 3 ndërtesa shumë banesore të banimit social. Një investim të tillë e përruam edhe javën e kaluar në 2 shkolla në komunën e Shtimës. Ndërkaq nisën punët për rindërtimin
e rrugës Kijev-Malishev. Digitalizuam regjistrimin e lindjes dhe vazhduam me modernizimin e pajisjeve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Pastaj, Agjencia e Kosovës për akreditim u njoh dhe pranua zyrtarisht nga Këshilli për akreditimin e arsimit të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Republika e Kosovës në anën tjetër pranoi zyrtarisht planin e punës mbi punësimin dhe politikat sociale në kuadër të ministerialit të procesit të Berlinit. Nënshkruam marrëveshjen për bashkëpunim financiar ushtarak me Republikën e Turqisë, nënshkruam edhe memorandumet për ndërtimin e xhamisë së Ibrit në Mitrovic dhe atë për ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore islame në Republikën e Kosovës dhe sot pikërisht në këtë mbledhje që e filluam tani do të bëjmë edhe vendimin për financimin e rindërtimit të xhamisë së Ibrit, e cila, siç e dini, u pa djegur nga forcat armike serbe me 2 maj të vitit 1999, ndërkohë që është një objekt i trashëgimisë kulturore i vjetër 250 vjet. Edhe shumë punë të tjera, të gjitha vetëm në 2 javët e fundit, sepse qeveria është në krye detyrës dhe në kryrje të detyrave. Të dashur qytetar, Serbia po vazhdon me metodat e saj të pastrimit etnik në Preshev, Medveç dhe Bujanovc, në një anë me mohim të drejtave, politika diskriminuese përjashtuese ndaj shqiptarëve dhe në anën tjetër me bllokim të mbështetjes prej anës sonë. Me pamundësimin e transferimit të mjeteve të ndara nga Qeveria e Republikës Kosovës, fqinji ynë verior me sjellje abnormale po i lë rreth 3650 nxënës pa libra falas, më shumë se 750 student pa bursa, më shumë se 950 bujq pa mbështetje, sikurse edhe shkolla, organizata, media dhe mijëra qytetarë në mesin e tyre rreth 90 fëmijë jetim. Këtë brengë serioze unë tashmë ja kam përcjell shefës së politikës jashtme të sigurisë së Bashkimit Evropian, zonjës Kaja Kallas, ndërkaq që edhe sot përsërisim thirrjen që bashkësia ndërkombëtare të veprojë menjëherë. Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, sot rreth orës 1:30 mëngjesit, si pasojë një defekti në linjën 35 kV Stan-Tërg, është ndërprer furnizimi me energji elektrike në njësinë biznesore miniera me flotacion Trepça Stan-Tërg. Ekipi i Trepçës, i përkrahur nga ekipi i Kostit, është angazhuar menjëherë maksimalisht për ta rikthyer furnizimin. Në kohën kur është ndërprer furnizimi me energji elektrike, në minier kanë qenë 47 minatorë, prej të cilëve përmes shkollëve emergjente nga ora 3 mëngjesit deri në orën 8 të mëngjesit kanë dalur 29 prej tyre, ndërkaq pjesa tjetër, përveç atyre që janë në kujdestari, kanë dalur në ora 14 pasi ekipet teknike kanë bërë lidhje alternative emergjente për të rikyqur linjën 35 kV nga në stacioni Trepça në Stan-Tërg. Të gjithë punëtorët, minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që shkaqet e avarisë të në stacioni janë duke u hetuar nga organet kompetente. Në rendite të mbledhjes së sotme i kemi 19 pika, por para se të nisim me shqyrtimin e tyre një nga një, fjalën e ka kërkuar Ministri për Komunitete dhe Kthim, zotëri Nenad Rashić. Hvala vam, gospodine premijeru.